Fletët e votimit për qytetarët shqiptar jashtë vendit kanë mbritur tashmë dhe janë vendosur në Parkun Olimpik, ku do të monitorohen nga kamerat për të siguruar integritetin e procesit zgjedhor. Fletët e votimit janë prodhuar nga një kompani e kontaktuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe do të dërgohet në shtetet ku jetojnë shqiptarët që janë regjistruar në sistemin elektronik të regjistrimit. KQZ-ja ka përcaktuar se shpërndarja e fletëve të votimit do të nisë me 15 prill dhe do të përfundojë në 22 prill për Europën, ndërsa për kontinentet e tjera periudha do të jetë 15 deri në 25 prill. Qytetarët shqiptar që do të votojnë nga jashtë nuk do të paguajnë asnjë pagesë për dërgimin dhe kthimin e fletëve të votimit, pasi kosto do të mbulohen nga KQZ. Ata do të kenë 3 ditë kohë për të kthyer fletën e votimit në KQZ pas marrjes së saj. Numri i emigrantëve që kanë shprehur vullnetin për të votuar dhe janë regjistruar është 245.808 persona, ndërsa numri total i personave me të drejtë vote për zgjedhjet e 11 majit është mbi 3.7 milion.